Reperi Fero, me ftesë nga Albana Osmani që të bëhet pjesë e firma VIP që do të nisë me 20 mars e do të përfundoj me 5 qershor. Kjo pjesë është e vërtet, e konfirmoj, kom folë edhe unë me menaxhmentin e tyre, po është e vërtet ka marrë ftesë. Tim News mëson ekskluzivisht që moderatorja u takua me menaxherin e Ferës Rinar Gykollin e që ata kanë diskutuar për futjen e Ferës në këtë reality show. Po ashtu, Demantim News ka mësuar se pjesë e kastit do të jenë Soni Mala, Jonida Maliqi. Soni Mala dhe Jonida Maliqi, të dyat janë shumë të përfolura, njerëz i kanë pa, po nuk e di, s'muj me garantu që i kanë pranu ftesat. Nashta këta Demantim News, këshillit e Demantimi i kanë më sakta informatat. Kurse Gjeneta Fetohu e ka refuzu ftesën e Albana Osmanit për hyrjen e saj në firma VIP. E me gjithë këta emra. Nuk jam shumë i sigurt që e ka refuzu, por ende s'është përgjigjë sa i përket Gjenetës, do të thoja unë, ndoshta Demantimi ka tjera informacione, po unë e di që ende s'është përgjigjë, nuk do të thoja që e ka refuzu. Cili jam ju do kë interesant dhe ishtash.